Çfarë do ju uroje ti fëmijëve këtu? Unë të gëzojmë njerë që gjithë nipat folin Shqip. Që e flasin gjuhën shqipe. Gjithë Shqipën e Pa çka se janë rritur jashtë. Jo, atje kanë ikur, atje kanë lindur, atje do ju kam thënë fëmijëve kështu. Je nuk foli Shqip fëmija, me mua s'kini punë më fare. E gjithë ato kanë marrë shkollat e mesme, shkollat e larta. Po pse po mos të flasësh Shqip? Jo, të folin Shqip thash. Po pse po e ke kështu kriter të rëndësishëm? Po sepse shikoj, gjuha e nënës nuk duhet të harruar, edhe nuk dihet bota rrotullohet prapë e vjen prapë në vend. Kurse ti nuk e di gjuhën, do të ngelesh më keq se i huaj. Gjithë fisi këtu e kanë. Fjala bie fëmijët e mi dhe nipat e gjithë. Tash ti je mësuar atje, ke gjuhën atyre, po kur vish tu çfarë të bësh? Ti mendon që ne nuk e duam njëri tjetrin? Pjesa më e madhe nuk e do. Edhe Shqipëri nuk e duan. Po Shqipëria jon ka dhe ty, Aliun, ka dhe lumin, ka dhe detin, ka dhe malin. Shokun, ka dhe detin, ka dhe malin. Gjitha i ka. Po mirë po çfarë i mungon shqiptarëve? Ja çfarë i mungon se e kanë lshu delet, nuk ullot edhe nuk ka dal bariu ti thot deri këtu e ke edhe s'kama. Po ata që thon sot që nuk duhet shkolla. Si nuk duhet? Çfarë u thua? Jo, është shumë gabim ajo. Ajo është kultura, jo si nuk nuk duhet shkolla. Po të iqë shkollën, ke iqë kulturën, e banë barim e dhi pasaj. Si do mësosh ti? Si do bësh doktor? Me pa shkollë? Ali, qa ke pasur këtu të buzat? Këtu me vlajnë, kem pas nes firë, shu i themi ne, po kemi qenë kalamajt vegjën. Edhe ndezëm atë firin, edhe i bëri tym. E vinim vërdalë, unë për para, i mrapa. A i që banë këthejet në të kundër, vesh kur na tymi u përplasëm. Se ishe me i vogla edhe me moshe edhe me i shkurë. Dhe të qao? Po. Qërë do kishe bërë të ndryshën jetën tënde po të kishe qenë ri? Qa të kishe bërë unë? Ndoshe nuk jam pishman prapë, po duhet kishe bërë një shkollë. Një shkollë? Shkollën duhet të kishe bërë. Qëfar shkollë do kishe pas qenë? Ore, si ta për bujqin, kishe dalë ashtu agronom bujqie. Pyjesh. Pendohesh që u more me zetorin edhe... Shko, nuk pendohem, po e mira ishte sepse nuk më kanë munguar, nuk më kanë hequr prindit në shkolla. Ore, po shkesi ke bërë dhe një? Shkesi? Jo. Kur, s'ke padur talent për këtë gjëra? Edhe nuk më ka hequr. Duhet... Ke tentuar në njëherë të njofësh dikë? Po e kam tentuar, po nuk më ka hequr thash. Kë prezentove me kë? Kë prezentove? Bajme, do të ashtë sot e 30-50 vjetë për para. Për çfarë ankoje hurmaja për ty? Si i ke pyte për deshet i atje se nuk e di unë. Jo, atje se pyes? Po ku ka groj që më sakoj për burrin? Po për çfarë ankoje për ty? Kujtë unë për çfarë ankoje, ja prishe qefin e njëra, do në të vindin kinema, unë i thoshe jo, nuk do vesh. Ja prishe qefi. I prishe qefi për shkuar në kinema? Po, i thoshe, na, bëhu shafere moj, se kemi bensin, jo, nuk e dua. Po, ja, pra. Era jo mua, era unë atë. Se ti doje ta bëje shofere, të merë dhe patentën. Se pija raki unë. Edhe po të... Që kur pije ti të merë të ajo të mojë. Merë dhe ajo makinën. Po edhe këtu pas ke menduar për vetën tënde? Pse? A që është skraparlive që ja. U knaqa shumë. Ali, të falenderoj shumë që pranove të bëje bised me mua. Kjo është një kënaqësi, nuk folëm në gjë jashtë normalmet. Them, mendoj unë, tani po ndosha dhe mundet mosha bëm vetën, po jeta duhet shijuar. Sepse linde do i kish prapë. Nuk ka dy rrugë. Përderi se ka vdekur me roja. Dhe se ka vdekur kokat mëdhaja, ne si mjasi. E të lumë si nduar me. Po mi më, po kafe pa sheqer, mos më ka vdek njëri më ti. Jo, tani e piva, jo, ati duar. Po e piva tani më, edhe ti pa sheqer. Unë e pi pa sheqer, po kështu jemi në Briziri, ne jemi... Unë e pi pa sheqer dhe pranaj. Po nuk ma prezentove zonjën, Ali. Nuk ma prezentove. Jo, më ka gënjër për qëri ishte bjeme. Një prillë, ja, unë ja. Ti jo, Ti u mundove mu, po, se arrit e do. Si quhet? Kjo? Dale më hajte këtu më një, se të arrova e më. Dale, si kemi më se i këtë.
Afërdita. Iku emri? Iku për Riva. Riva. 15 vjetë këtu bashkë dhe harrove. Po mi më tani për momentin se ky më bëri për një herë. Ky nga vaje. Ali, faleminderit shumë. U kënaqa. Miq, ky është Real People. Mos harroni që na ndiqni në kanalin e YouTube-it Florigjini, të bëni atë subscribe edhe like. Dhe ishte një ditë që e kalova aty në stolin e rrëfimit, do ta quaj unë, të qendrës ditore që është këtu në Kamës. U prita me shumë dashuri. O ta mbyll program? Po, më fal, jo po. Unë dua që t'i përshëndes që të gjithë stafin, Edhe ne të përshëndesim. Sepse jo vetëm po ndjeja për kushtimin, po edhe dashurinë e personazheve, siç ishte edhe Aliu ditën e sotme. Por nuk do jetë takimi im i vetëm që do kem këtu tek qendra, se do kem edhe të moshuar të tjerë të cilët do t'i përshëndes. Mos harroni që të lini komentin tuaj, mos harroni që të bëni like të video, ta shpërndani edhe të tregoni historitë që ne marrim çdo ditë në programin tim Real People. Dhe të më sugjeroni, bëni sugjerimet tuaja për personazhet vërtet. Gjithë mirat. Gjithë mirat, faleminderit. Puthin çik? Edhe ty. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Florigjini.